A keni patur ndonjëherë frikë? Frikë që të flisni. Frikë që të thoni mendimin tuaj lirisht, apo të shprehni ndjenjat tuaja ashtu sikur se janë, apo ndoshta frikë për të qenë vetvetja. Nëse po, atëherë kjo video është për ju. Dhe më lejoni t'ju them që pas frikërave tuaja më të mëdha, shihet potenciali juaj i brendshëm, superfuqia juaj e brendshme për të konkuruar gjithçka në këtë botë. Për t'i bërë balë çdo sfide me jo me forcë fizike, por me forcë shpirtërore, me stabilitet emocional dhe me forcën e brendshme tuajën që mund të konkurojë edhe sfidat më të vështira. Dhe le të marrim 2-3 shembuj të thjeshtë që ju të mund ta kuptoni dhe të mund t'ju sjell ndërmend situatën tuaj me qëllim që më pas ju të mund ta çlironi këtë frikë. Le të jetë kjo video pra një farë shkëndije që të mund t'ju ndihmojë ju që të filloni këtë rrugtim për të përballuar frikën tuaj. Për shembull, le ta nisim që nga frika për të thënë, për të ngritur dorën dhe për të shprehur mendimin e lirshëm dhe për të thënë diçka në mësim. Le ta analizojmë pak. Pse kemi frikë? Sepse kemi frikë se do të gjykohemi. Ndoshta nga shoqëria, ndoshta nga mësuesi për atë që ne po themi. Kemi frikë se gabojmë. Kemi frikë se do të na zënë emocione dhe do ta harrojmë atë që kishim për të thënë. E të tjerë, pra frika mund të shfaqet për arsye nga më të shumtat që janë të ndryshme për individ të ndryshëm, në varësi të pasigurive të secilit, për shembull probleme me konfidencën, me të diturit të vlerës suaj, dhe sa të lirshëm jeni, se çfarë karakteri keni. Dhe kjo jo për të gjykuar, por thjesht për të thënë që jemi të gjithë të ndryshëm dhe jo më kot, pra frika nga diçka mund të jetë e ndryshme, dhe ne nuk duhet të gjykojmë dikë as pak se pse ka frikë të bëjë një veprim. Sepse nuk e dim asnjëherë ndoshta thellësisht botën e këtij personi. Sigurisht që mund ta dim nëse duam ta kuptojmë, por jo të gjithë kemi të njëjtat nivele kuptueshmërie. Pra jemi te kjo situatë që ne kemi frikë ta bëjmë këtë. Por nëse ne nuk e themi atë që ne kemi për brenda, gabim ose jo, kjo mund të jetë në fakt një gjë shumë e drejtë dhe nuk ka të gabuar ose jo, sado që ne kështu jemi mësuar në sistemin tonë që kemi gabim ose jo, dhe jo më kot, për shembull, shumica prej nesh rritemi me këtë pjesën e frikës, frikës për të bërë një hap se dorëzohemi, frikës për të thënë diçka se mund të jetë gabim, ndërkohë që nuk ka pse të ketë kaq shumë frikë në këtë botë, sepse mund ta mendoni sikur thjesht jeni duke luajtur, domethënë ju thjesht mundoni të merrni më të mirën, të bëni më të mirën, sepse nëse ecni si të gjëmba dhe nuk merrni hapa, nuk keni bërë asgjë, nuk keni shijuar këto bukuritë e jetës, këto vende të bukura, nuk keni krijuar kujtime të bukura për të kujtuar, për t'u treguar ndoshta tek nipërit, tek mbesat, e kështu me radhë. Prandaj frika është thjesht një iluzion për të na mbajtur ne në vend. Frikën mund ta shikojmë si një roje e një portali që përtej këtij portali ne takojmë veten tonë më të mirë, ne takojmë potencialin tonë, ne takojmë fuqinë tonë. Dhe frika është aty si një iluzion. Dhe ju mund të kaloni përtej saj, por në pamje të parë duket sikur frika është një mur që ju nuk mund ta thyeni dhe do të përplasni kokën nëse shkoni drejt saj. Vetëm nëse ju merrni guximin që ta përballoni dhe të thoni punë e madhe le të bëhet ç'të bëhet, do të kuptoni që ishte thjesht një iluzion dhe kjo portali ishte pa derë, ju mund të kaloni kur të donit, por thjesht kjo frika, që është iluzion, ju ka mbajtur për kaq kohë në këtë energjinë e frikës që ju të mos të veproni. Dhe përsëri tek shembulli që tham, ju mund të tregoni njohuritë tuaja vetëm duke folur. Dhe ndoshta ju do të ngeleni më shumë në mendjen e këtij profesori sepse ju keni folur. Qoftë gabim apo jo, ai ju mban mend sepse ju keni qenë të guximshmit që keni ngritur dorën. Dhe ju do të vlerësoni më shumë në fund sado që keni thënë gabim dhe sado që mund t'ju jetë thënë në moment që jo është e gabuar. Mos u friksoni nga kjo. Ngriheni prap dorën radhës tjetër. Dhe kështu ju do të thyeni atë akullin dhe do të filloni të jeni më
të qetë në momenti që ju doni të ndërmerrni këtë hap, pra thjesht e ngrini dorën pa patur problem. Pra nëse kjo ka qenë sfida juaj, frika juaj më e madhe. Nga ana tjetër, nëse ju keni frikë për shembull që të kërkoni një rritje në detyrë, sepse ju e dini që e meritoni, ju e dini që ju jepni maksimumin në punë, ju punoni më shumë se të tjerët, ju punoni dhe me orar të zgjatur. Nëse ju nuk e kërkoni këtë bonusin dhe nuk e thyeni këtë akullin e frikës, sepse ndoshta shefi juaj i ka dalë nga mendja, jo se nuk do t'ju vlerësoj, por i ka dalë nga mendja, ka punë të tjera, ka angazhime të tjera, ka familjen e vet, kush e di se çfarë periudhe ka patur. Nëse ju nuk e kujtoni, ai nuk do t'i shkojë mendja ndoshta. Apo ajo, mund të jetë të gjinit. Dhe sigurisht që shefi juaj do doj t'ju suportoj, sepse nëse kemi punëtor të lumtur, gjithçka shkon mirë. Dhe kështu ju do të merrni për shembull një rritje në detyrë, një rritje të pagesës suaj. Kjo do të çojë në lumturi të dyja palëve, sepse ju jeni të lumtur ta bëni punën, shefi është i lumtur t'ju shikojë të lumtur dhe të motivuar, por thjesht kishte harruar për këtë gjë. Pra nëse ju nuk e thyeni këtë akullin, le të ndodhë që ndodhë edhe nëse nuk e merrni këtë rritje në detyrë apo rritjen e pagës. Ju jeni okay me atë që keni apo jo? Më pas ju mund të ulni punën, kjo është tjetër gjë, por që jo më kot, ndonjëherë nëse gjykohet arsyeshme dhe nëse ju vërtet bëni punë dhe e ndjeni se e meritoni, pse të mos ta kërkoni? Është drejta juaj në fundit. Dhe një shembull tjetër që po më vjen ndërmend është për shembull, nëse ju keni frikë të tregoni ndjenjat tuaja ndaj një personi që ju e pëlqeni. Dhe përgjithsisht, nuk po them për gjitha rastet, se ka raste që femrat tregojnë ndjenjat ndaj mashkullit që e pëlqejnë. Por në shumicën e rasteve janë meshkujt ata që duhet ta hedhin këtë hap, jo duhet, po në kuptimin që e ndërmarrin këtë hap, sepse ata janë më tepër në këtë energjinë mashkullore apo jo dhe. Femrat tendojnë të jenë më tepër në energjinë femërore, pra që të marrin këtë lloj, për shembull, deklarate. Dhe në momentin që ju pëlqeni vajzë, keni kohë që e shikoni, keni kohë që dëshironi t'i shprehni ndjenjat, por keni frikë. Sepse shpeshherë ndodh kjo, në momentin që ju ndjeni nervoz, në momentin që ju ndjeni se keni frikën e refuzimit, keni frikën për shembull çfarë mund t'ju fyej. Ka mënyra nga më të ndryshme se si mendja juaj mund të shkojë, kjo është ajo që po më vjen tani, që përse ju nuk e merrni këtë hap. Të gjitha këto mund të ndodhin, mund të mos ndodhin. Në momentin që ju e ndjeni që është gjë e dur për të bërë, është një dritë jeshile. Në momentin që ju e ndjeni që nuk është gjë e dur për të bërë, sepse ndoshta është thjesht një pëlqim, po them nëse ju vërtet e doni një person dhe keni kohë për shembull që keni akumuluar këto ndjenja, por nuk e keni shprehur diçka. Ndoshta edhe personi tjetër i ka këto ndjenja, por nuk nuk është në atë energjinë që t'i shpreh, është në energjinë që të marr. Dhe është ndoshta në pritje për këtë energji, për këtë deklarat që a keni dhe ju po të njëjtat ndjesi, pra që të kuptoheni me njëri tjetrin. A jemi në të njëjtat ujëra sepse unë po e ndjej, po ti nuk po thua asgjë. Ndërkohë nga ana tjetër ky personi është nervoz, është në frikë dhe nëse ju nuk e merrni këtë hap që të thoni sikur diçka të vogël që personi tjetër ta kuptojë, ndoshta do të vi momenti që ky person do të lodhet. Ndoshta do të vi momenti që dikush tjetër do ta bëj para jush. Dhe në gjitha këto situata që ne përmendëm, frika, nëse ne nuk e përballim, në rregull në moment duket sikur shpëtuam, okay, s'ka problem, domethënë më mirë të ndrojmë drejtimin se sa të përballemi me frikën. Por do të lind më pas njësia e pendimit dhe pendesës, që është një energji shumë e rëndë, një energji që nuk do doja që askush ta mbante, një energji që më mirë ta bëni diçka, të gaboni, më mirë të refuzoheni nga një vajzë, më mirë të nuk e di, të turpëroheni përpara klasës se tha diçka gabim. Nuk ka të gabuar, ne e tham, por që ideja më mirë që ju punë e madhe të ndodh ajo frikë që ju keni, se sa të ndodh pendesa. Sepse është vërtet një energji që të rëndon, dhe do shumë punë që të çlirohet, dhe do shumë punë më pas, do shumë kohë, ndoshta edhe mund t'ju ndjek për gjithë jetën tuaj kjo pendesë. Dhe nuk do ta këshilloja për askënd. Prandaj,
ndonjëherë është e mira që ti përballojmë frikërat tona. Janë thjesht iluzione. Pse trembemi kaq shumë? Pse duhet të trembemi nga frika? Është aty sfundja për të na si një test mund ta mendoni, sepse për të arritur tek vetja juaj më e mirë, duhet të ketë një lloj sakrifice apo jo, duhet të ketë një lloj testi që hey, je ti gati vërtet që të apo e dëshiron ti vërtet, mund të duket si një lojë që bën universi me ne, pra vërtet e dëshiron ti këtë gjë? Dhe është kjo frika si iluzion. Dhe nëse ju vërtet jeni kurajos dhe vërtet e dëshironi, ju do ta merrni guximin. Ju do t'i thoni kësaj vajze se e doni, ju do kërkoni të drejtat tuaja, ju do të flisni mendimin tuaj, ndjenjat tuaja, ashtu siç janë, do t'jeni vetja juaj e vërtet. Pa frikë se bota do t'ju gjykojë, pa frikë se ndoshta do t'ju mendojnë, çfarë do të mendojnë, të fëjnë mbi mendimin që ndoshta do më gjykojnë, do më thonë kështu, do më thonë ashtu. Njerëzit kanë mendime nga më të ndryshmet. Edhe po t'jeni mirë, edhe po t'fitoni, edhe po t'humbisni, edhe po t'mos jeni mirë, edhe po t'jeni normal, edhe po të bëni gjë dhe po të mos bëni asgjë. Në të gjitha rastet, ka njerëz që do t'ju duan, ka njerëz që s'do t'ju duan, ka njerëz që ju pëlqejnë, ka njerëz që ju gjykojnë, ka njerëz që tremben për jush, ka njerëz që ju adhurojnë dhe ju admirojnë dhe duan t'ju ndjekin, ka njerëz që ju duan kështu siç jeni pa kushte, ka të tjerë që ju vendosin kushte, ti duhet të rish me mua nëse bën këtë. Dajeni mendin për këtë, bëni paqe me këtë fakt dhe do t'jeni të lirë për gjithë jetën. Sepse nëse ju mendoni që duhet të jetë patjetër në këtë mënyrë, duhet të ketë patjetër këta njerëz dhe po si pata këta njerëz nuk ndihen mirë, do të ketë gjithmonë njerëz të tillë. Dhe ndoshta janë dhe si teste që ne të na testojnë, a jemi ne vërtet autentik dhe ti mshojmë ti fakti dhe pavarësisht se çfarë ndodh, ne jemi vetvetja, e duam veten dhe nuk na intereson për shembull. Sigurisht që na interesojnë mendimet e tjerëve, ndjenjat e tjerëve, por jo ai sa ne të na diktojnë kush jemi, çfarë bëjmë. Dhe në momentin që ne ndjejmë të cënim, ne zgjedhim veten, sepse nuk kemi pse të ndryshojmë për askënd. Ne jemi kështu siç jemi dhe sa më autentik ne të jemi dhe ju të jeni, pra ne të gjithë po e them, aq më e lehtë është për njerëzit që janë për ne, që të na dallojnë dhe për njerëzit që duan të rrinë me ne, dhe ata që do të vinë, e dinë se si jemi ne. Nuk kam se ankohet më vonë që ne po nxjerrim disa gjyrime apo disa tipare të karakterit që ata si kishin parë. Ne jemi këta që jemi. Dhe në momentin që ne jemi autentik, këta njerëz tërhiqen prej nesh ose ne i tërheqim, jemi të lumtur dhe duam njëri tjetrin pa kushte. Kjo është miqësia e vërtet, dashuria e vërtet. Këta njerëz mund të jenë më shumë se sa familje për ju. Sepse është një lidhje që ata njohin shpirtin tuaj. Sepse në momentin që jeni autentik, është shpirti që flet, është shpirti që vjen dhe tregohet kreativ dhe shpalos ngjyrat e veta të bukura, pa shtresa dhe pa iluzione. Dhe këta individ po ashtu janë autentik që po takoheni. Dhe kështu janë takimet shpirt më shpirt, si thua që këto lidhje mund të zgjasin për të gjithë jetën dhe nëse i keni këto lidhje të tilla, jeni me fat. Unë mendoj të mos ta prishni marrëdhënien për asnjë arsye në botë. Dhe kjo është ajo që unë ndjeva të arsyeshme të ndaj me ju sot. Shpresoj t'ju kem ndihmuar, shpresoj që kjo të ketë qenë shtysa juaj nëse keni patur frikë të bëni diçka. Dhe sigurisht jam këtu për t'ju ndihmuar. Kurdo që të keni nevojë, për çfarë do të problemi që të keni nevojë, qoftë shëndetësor, qoftë në aspektin emocional, psikologjik, për këshill, si një mikesh tuajën, për gjithçka që t'ju duhet, për ndoshta një pastrim energjetik, shërim energjetik, dhe sigurisht jam këtu për të ndihmuar që të takoni veten tuaj më të mirë dhe të zbuloni potencialin tuaj të brendshëm. Sepse më besoni, do t'jeni të pandalshëm, por jo në kuptimin që të kontrolloni të tjerët. Absolutisht jo, është komplet e kundërta. Të pandalshëm sepse nuk do të cënoheni nga gjykimet, opinionet të tjerëve. Nuk do të mund të mërziteni se dikush i tha një X gjë, sepse ju e dini vlerën tuaj, ju e dini që është mendimi i këtij personi dhe madje respektoni këtë mendim, dhe sigurisht që kjo nuk cënon që t'ju ndryshoj ju për asnjë arsye, sepse ju jeni keni takuar veten tuaj, potencialin tuaj, veten tuaj më të lartësuar dhe
Jo më kot tash jeni të pandajshëm, dhe mund ta shijoni jetën më pas. Mund të shijoni çdo gjë të bukur që jeta ofron, këtë rrugtim të bukur. Dhe unë do doja për të gjithë për ju që ju ta përjetoni këtë ndjesie, sepse është e mrekullueshme, dhe prandaj jam këtu për të ndihmuar sa herë që të ndjeni nevojën apo kurdo që të ndjeni të thëritur. Shumë faleminderit, shihemi në videon tjetër, mirupafshim.